Në Bregdetin jugor të Shqipërisë po bëhen përgatitjet e fundit për sezonin turistik. Gjatë këtyre javëve nis ai që quhet turizmi shkollor dhe universitar, ku disa qindra nxënës dhe student, jo vetëm nga Shqipëria, por dhe Kosova dhe Maqedonia, zhvillojnë ekskursione turistike. Më pas sezonit turistik hinë në intensitetin e tij me pushuesit vendas dhe të huaj. Në Himar banorët janë optimistë se ky vit do të jetë më i mirë. Simon Prifti thotë se jeton në Amerikë, por vjen çdo vit në Himar. Ai thotë se ndryshimi i qeverisjes vendore përcjell një optimizëm ndryshimi tek banorët e Himarës për sezonin turistik. Është një vend pranor, ka një det shumë të pastër dhe njerëz janë tepër nuk pritsa. Unë jetoj në Amerikë, nuk jetoj këtu, po këtu jam himariot. Dhe i shikoj gjërat me një sy tjetër, nga hera në herë, nga rast në rast, nga viti në vit, po përmirësohet gjendja tani. Dhe me shpresa më të mëdha tani me ndryshimet e këtyre kryetarëve të bashkive, shpresohet që kryetari i do të bëjë gjëra shumë më të mira akoma. Ndërsa Vanika Goro punon me bashkëshortin e saj në një restorant në qendër të Himarës. Ofrohet për pushuesit kuzhinë tradicionale, por dhe italiane, dhe familja e saj është mjaft e kënaqur nga çuria e biznesit. Në krahasim me vitet e tjera, se ne fillojmë sezonin në Pashkë, si vjet shikojmë frekuentim akoma në krahasim me vitet e tjera më të madh. Nga të huajtë, se vendasit do të vinë korrik gusht. Vendasit them edhe për shqiptarët, që janë pushuesit shqiptar. Zonja Goro thotë se kriza ekonomike në Greqi bën që mjaft emigrant të kthehen për pushime në Shqipëri dhe kjo ka një efekt pozitiv për zonat e Bregdetit shqiptar. Ajo e ka vënë re se si në festën e Pashkëve dhe gjatë këtyre ditëve ka një ritëm të lartë të kthimit të njerëzve. Zonja Goro thotë se Himara ka çfarë të ofrojë pushuesve dhe edhe këtë vit ajo beson se ata do të jenë mysafyr të shumt në Bregdetin shqiptar. Himara është vetëm një vend perë në Shqipëri që mund të bësh pushime. Mund të dëgjohet egoiste, po është e vërtetë. Klima e zgjedhjeve vendore ka kaluar mjaft mirë në qytetin e vogël bregdetar dhe banorët e Himarës kanë vlerësuar mirëkuptimin që kandidatët në garë shfaqen në vlerësimin e rezultatit final. Ndryshe nga 4 vite më parë kur nuk munguan dhe tensionet, këtë vit qyteti bregdetar ka mbyllur një proces politik për të hapur tashmë sezonin e ri turistik. Banorët e Himarës janë optimistë se sezoni turistik i këtij viti do të jetë më i mirë për ta. Këtë optimizëm ata e mbështesin jo vetëm me kthimin nga Greqia të emigrantëve që punojnë dhe jetojnë atje, por edhe me një rritje të biznesit të vogël të shërbimeve të turizmit. Për zërin e Amerikës nga Himara, Raymond Kolla.